Në këtë raste, duke pas parasysh moshën e pacientit, janë komplekse. Sipas asaj që po në fletëshim, ortopedet e kanë bërë më të mirën, të mundshme, edhe më korrekte, me gjithë protokollin. Tash mbetet, natyrisht që mbetet problem i fizioterapeutit. Fizioterapeuti normal që duhet me pas kushtet ose preventivën për antidekubit. Preventiv këto i binë për shembull dysheku, jastaku, që janë të domosdoshëm, sidomos në rastet e këtilla. Sidomos në rastet e këtilla kur e kemi parasysh lëndimin serioz ose frakturë multifragmentare, si e quajmë na, koksa femorale ose transurike, aja është me osteosintezë, është punove në mënyrën më korrekte të mundshme. E tash është një problem tjetër që na nuk guxojmë as të interferojmë, po as të paragjykojmë, sa është natyrës objektive apo subjektive, nuk varet prej meje ose prej neve, është dashur më bëj preventiva. Është dashur më bëj preventiva, do të thonë përdorja e dyshekëve dhe jastakëve antidekupit. Ku është problemi tash, nëse është objektiv apo subjektiv, në natyrën nuk mund të përzimi. Terapeuti tash e ka punën kryesore mbas intervenimit ose ndërhyrjes, terapeuti, por tash në këtë rast, sipas kësaj që po shohim ose që po e dim, të ky pacient, ky rast është multidisiplinar. Këtu do të ketë ndërhyrje kirurgu, do të ketë infermieri, pastaj terapeuti. Terapeuti nuk mundet me dhënë maksimumin këtë rast, ose nuk mund të impenjohet në atë punë, për shkak se pozitat e pacientit nuk lejojnë. Edhe është një kohë mas temp kujdes të rgjatën e terapisë, e mundimshme, po edhe për pacientin, po edhe për fizioterapeutin. Na punëtor shëndetësor e dim që protokollar është ajo. Janë të nevojshme, sidomos të moshat e shtyra. Se këto lëndime janë goxha komplekse, vërtet, komplekse janë, duhen trajtim të zgjatur, epilogu është jo i parashikuar i shpejt. Jo, fizioterapeuti aty e ka rolin pak më të vogël për dekubit. Se terapeuti normal që i din pozicionet, procedurat, se duhet punohet në evitimin e kontrakturës koksa femorale. Edhe është e mundshme, edhe për terapeutin, edhe për pacientin. Është e mundshme, lyp një kohë të gjatë. Terapeuti normal që nuk e lejon ato me ndodhë sikur të ishin kushtet dhe sikur të ishte preventiva. Do thonë preventiva është ajo që e ndalon dekubitin. Për shembull, se këta pacientë me që moshë të shtyrë, edhe me çdo lëndime, kësaj natyre, këta është e parafuar me atë preventiva. Në raste ky problem ka lënë multidisiplinar. Këtu tash do të kenë ndërhyrje kirurgu, infermieri plus fizioterapeuti. Që është goxha e komplikuar për me kry ose me ardhjet e epilogu. Se lypet punë e madhe, kujdes i madh, shërimi i dekubitit zgjat. Si duket jo, tash klinika e ortopedisë ata e di mas mirti, kur i vyn dhe sa i vyn. Aty na nuk kemi qasje, na e dim se pacientë të tillë, moshën e shtyrë, me lëndime të tilla që zgjasin, normal që ka nevojë për dekubit, antidekubit. Dyshek, po jastak antidekubit. Thjesht duhet të kenë preventiva. Që unë për theksej në këtë rast, dyshek dhe jastak antidekubit për në fillim, e pastaj të vazhdohet me punën dhe tretmonin. Kjo është një trajtim pak më i gjatë, po thamë. Trajtim pak më i gjatë të këtë raste. Sa gjasin të trajtim? Pa nuk mundet mu parashiku. Se janë disa faktorë këtë që e ngadalsojnë, ose duhet respektuar disa faktorë. Por në radhë parë është natyra e lëndimit.
pastaj ndërhyrja, pastaj mosha, pastaj gjendja e përgjithshme e pacientit. Janë të sene që nuk mund të te kalohen ad hoc, e lypin kohën e vetë përveç preventivës paraprake.